Janë hapur kurset e reja në qendrën kulturore për fëmijë Kujtim Alia në Shkodër. Fëmijët janë pritur nga mësuesit e tyre dhe kanë pasur mundësinë të njohin programet mësimore, të eksplorojnë aktivitetet artistike dhe krijuese dhe të fillojnë një vit të ri plot lojë, art dhe kreativitet. Drejtuesja e qendrës kulturore për fëmijë Orieta Kelaj tregon se interesi për regjistrime ka qenë i lartë dhe se deri më tani janë regjistruar rreth 900 fëmijë. Kemi prej kohësh i bajmë përgatitje, prej shtatorit i gjithë stafi i qendrës kulturore të fëmijëve është përndarë për shkolla për me ba dhe promovimin e kurseve dhe mundësive që qendra jon ofron. Interesimi është shumë i madh, nuk është thjesht që kurset ofrohen pa pagesë dhe kjo fal mbështetjes të madhe të bashkisë që ofron këtë mundësi, por sigurisht edhe te cilësia dhe tek specialista gjithmonë më të mirë që qendra kulturore e fëmijëve Kujtim Alia ka pas. Momentalisht që flasim, pa përfshi korin, janë 900 fëmijë, duke më shumë se vjetë, sepse vetëm fëmijë të ri që vinë për herë të parë të marrin pjesë, të bëhen pjesë e qendrës tonë, janë 400. Drejtoria tregon se janë hapur 43 kurse të reja në fusha të ndryshme. Kemi kurse të reja, janë 43 kurse ose 43 kurse që ofrohen. Gjithmonë jena mundu, aty ku kena pas edhe kërkesat më të shumta, jena mundu për me shtu kurse. Pra ju e shifni edhe vetë masivitetin, interesi është i madh, sidomos për artin, por numri është pak më i kufizum sepse një kurs instrumentit ka 4 deri në 8 fëmijë. Ndryshe nga kurset e tjera të sporteve apo të pikturës apo të kërcimit, një fluks shumë i madh. Për cilin ka patur më shumë? Sigurisht pianoja, violina, pra kursi pianos, edhe pse qendra kulturore e fëmijëve ofron për momentin që flasim 3 kurse. Fëmijët kanë ndarë emocionet e tyre në ditën e parë të kursit. Unë do djego kursin matematikë dhe në anglisht. Unë me që kisha dëshirë të hine në matematikë dhe kam hine në matematikë për që kam dëshirë më mësu më shumë. Edhe bulli. Pa pëlqen me lujt, me duar. Unë hine në anglisht dhe të bilbilat. Ky vit i ri mësimor në qendrën kulturore për fëmijë Kujtim Alia synon të ofrojë një kombinim arsimor dhe argëtues, ku çdo fëmijë mund të eksplorojë artin, kulturën dhe dijet në mënyrë të gëzueshme dhe të fryqme.